Simbas Kuranit fisnik, garantuesi më i madh i sigurisë është drejtësia. Nëse një njeri dëshiron me qenë i sigurt në ndërgjegjjen e tij, në shtëpinë e tij, në lagjen e tij, në shtetin e tij, do të me pas kujdes mos me bë zullum, mos me bë padrejtësi. Padrejtësia gjithmonë prodhon pasiguri dhe anasjelltas. Drejtësia gjithmonë prodhon siguri. Dhe kjo mund të themi që është nivelin individual, shoqëror, po kjo është edhe nivelin global. Sepse jemi gjithë shqetësuar me sigurinë e botës, po besoj gjithëve na ka prek kjo pasiguria që po ndodh botës. Ne si besimtar besojmë që bota nëse don siguri, do të mundu me majt drejtësi. Kur po thojna drejtësi, normal është vlerë e jashtëzakonshme, mos pari vlerë njerëzore, megjithatë është relative, sepse njeriu është një qenie që ndoshta s'mund don drejtësi 100%. Por mu mundu në përqindje të madhe me do, ose me koni drejt, mos me bo padrejtësi, mos me bo zullum. I drejt absolutisht është veç Zoti i Madhreshëm, ai e ka drejtësinë absolute, e drejtësia njerëzve është relative. Neve na merrmendje ndonjëherë që e kemi sakt edhe drejt, po kur të hish me shëshit thellë, kanjëherë del që domethënë nuk e kem pas ndoshta 100% drejt, e kem pas deri dikun drejt. Allahu i Madhreshëm ka thonë, ata të cilët besuan dhe nuk i bon besimit tyne zullum, pa drejtësi, atyre ju takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Kurani po thot kështu, ata që besojnë dhe nuk bojnë zullum, do me thonë Kurani këto e vendos rregullin. Nëse një shoqni don me pas siguri, do të me ik zullumit. Çdo shoqni që ka zullum, e pashmangshme është mungesa e sigurisë. Prandaj, sot krejt bota është e shqetësuar me siguri. Siguria e jetës, siguria e ushqimit, siguria ekonomike, siguria e të ardhmes, me të vërtetë ulkund siguria globale. Ama Kurani po na thot, siguria është elementi themelor i jetës, ama ku me lyp sigurin, kthehuni te zullumi. Këshirni mos e keni huq dikun me zullum, mos keni bë dikun pa drejtësi.